Në këtë rast kur ka si gabime teknike, se këto s'janë gabime ligjore, janë gabime teknike, a shtyhet për një kohë që është e kufizuar, si me thonë, e parashet që nëse si ka plotsu kriteret, mas një viti ki drejt me apliku, apo mund të aplikosh me njëherë? Ja, mundesh me apliku përsëri, po do të me ndjek afatet procedurale. A ka afate procedurale? Do të ki procedurale? afatin 30 dit me ankesë nëse mundesh me i përmirësu gabimet, ose të ka mungun do një dokument para prak, e plotëson bazë të ankesës. Po në qoftë se jeton në një vend ku has vështirësi për me i marrë ato dokumente, ose edhe lodhen, mandej, pushojnë pak edhe përsëri aplikojnë. Po, mësohen, unë kam njerës që thonë, s'po mbohet edhe janë nisin me lënë edhe mës me apliku. Po, lodhen, kemi pak procedura burokratike dhe lodhen mandej qytetarë. Po, shumë mirë e tha edhe avokatja, që mirë fillimisht, po e thamë edhe unë si këshill, si qytetare, me kontaktu një avokat i cili orienton në hapat dhe procedurat kronologjikisht që duhet t'i ndikni, që mos tupni në kohë, mos shpenzoni shumë, edhe mos ta hubni të drejtën tuaj të përfitoni nga benefitet e shtetit, sepse sa do jo vetëm shtesat e fëmijëve që i përmende, po ka edhe shumë benefitet tjera që si qytetari i Kosovës i humbet, si benefite për shkak të një shtetësie.